Çarja e argjinaturës së lumit Seman në disa segmente ka shkaktuar përmbytje të rënda në fshatin Hasturkas, në njësinë administrative Libofsh, duke vënë në ujë qindra hektar tokë bujqësore dhe rreth 20 banesa. Situata është përkeqësuar gjatë natës, kur niveli i ujit ka vijuar të rritet, duke detyruar banorët të qëndrojnë në gatishmëri të plotë mes frikës dhe pasigurisë. Përgjatë gjithë natës janë evakuar 9 persona, të cilët janë strehuar tek të afërmit e tyre, ndërsa disa familje shprehen të shqetësuara për fatin e njerëzve të tyre, me të cilët kanë humbur kontaktet për shkak të izolimit të zonës nga uji. Banorët tregojnë se përmbytja ka ardhur papritur, duke mos u lënë kohë të shpëtojnë orëndit shtëpiake apo baktit. Jam 53 vjeç dhe s'mbaj mend. E kupton të tillë përmbytje në këtë zonë, se nuk po mirëmbahen fare agjinaturat, asnjë lloj për këtë zonë ku as po bëhet asnjë fare. Çfarë baktish keni saktë? Po kam një 7 koklop atë. Kam viça. Viça të ka futur te një shtëpi e vjetër, vesh pak më lart ajo aty. Inshallah me shpresë Zotit, nuk e dim çfarë do të bëj. Jeni njoftuar për marrjen e masave paraprake që të evakuoni baktit? Jemi njoftuar për njëherë nuk më ka hyrë akoma uji në stall. Ka përmbytur tokën prapë dhe jam gatishmëri. Ju keni stallën me bakti? Po, stallën me bakti, kam 200 kokdele dhe 100 sherra. Nuk arritët të merrit masa paraprake? Nuk i nxorëm dot se nuk dinin ato mana, erdhi ujit me forca ti dhe nuk mund t'i nxjerrim dot më. Çfarë kërkoni tani? Kërkoni që ata të evakuohen me njerë? Ti ke kam çonin aty sa burrin, ti lan delet. Keni kontaktuar me bashortin e djalin tuaj? Kam telefonat këtu. Pra nuk e dini se si është gjendja e tyre? Jo, nuk e di fare çfarë është dhe. Dua të ti shikoj. Po ne si dim ka 3 ditë pa ngrenë papire, se dim ku janë. Ka vajtur ne duam njëri ti nxjerrim atë se di ku ndodhen fiks fare. Po në telefon keni ka rritur? Jo, ne s'kam bateri tani, ç'është do lidhim. Keni frikë për jetën e tyre? Po normal. Se lop spaqjanë do të nxjerrim njerëzit. Çfarë kërkoni sot tash? Ne duam një farë rrugë zgjidhje dhe ti marrim. Atë duam. Do të mos gjë tjetër. Tani nuk po shikojmë ne për baktit. Ne duam të shpëtojmë njerëzit. Kjo është arsyeja. Njerëzit tuaj ku ndodhen? Njerëzit janë det. Sa persona ndodhen? 2 persona. Ata janë në stalla, në banesa ku? Jo, janë Zuzdetit. Atje ku kemi nxjerr lokët. Dhe prisni që ata të dalin. Në zonë kanë mbërritur forca të ushtrisë, të cilat po operojnë me varka, veçanërisht pranë zonës detare dhe stallave të baktive, për të evakuar jo vetëm çobanët, por edhe krerët e baktive të mbetura të rrezikuara nga uji. Operacioni i evakuimit po zhvillohet në kushte të vështira, ndërsa prurjet e lumit vijojnë të mbeten të larta.